por Shqipëria është e 5 vendet që emigrantët sjellin më shumë, edhe ajo që është më interesante është që tani edhe brezi 2 dhe brezi 3 emigrant vazhdon të sjellin para. Në Shqipëri kjo tregon lidhjen e fortë që ka familja shqiptare dhe rënjët me origjinën. Kjo është një gjë e mirë, nuk është gjë e keqe. Turizmi sjell, po ne dimë që turizmi gjithmonë ka kontribuar sidomos 2-3 vjet e fundit në prurjen e fluksit të euros dhe ndikon në kërkesën dhe ofertën për euro, por ajo që është më problematike është momenti kur kemi fluks. Ne kemi fluks të euros në momenti kur nuk duhet ta kemi, sepse ne prodhojmë në verë. Shqipëria ka bujqësinë, ka minierat, ka turizmin, edhe ka dhe energjetikën. Ne në dimër nuk prodhojmë. Dhe në dimër nuk është se kemi fluks euro. Ne fluksin e euros e kemi në periudhën e verës. Edhe në dimër një javë, 2 javë për vitin e ri. Pra, në momentin kur leku duhet jetë i dobët, ne lekun e kemi të fortë. Tani këtu duket politika monetare e Bankës Shqipërisë. Banka e Shqipërisë, po t'ishte ai që drejton aty me 2 pare më në kokë, në momentin që ka fluks e euro, lun politikën monetare që të dobësoj lekun e të normal që edhe të forcoj euron, jo të dobësoj euron në kohën që bujqësia prodhon, sepse pengon eksportet, pengon prodhimin, pengon produktivitetin e ekonomisë shqiptare. Në qoftë se ulemi në tavolinë, kështu diskutohet në tavolinë, jo kështu me deklarata del aty, dikush flet aty në deklaratë përpara 1-2 televizioneve, pas një gazetar të ekonomisë që duhet pyetje serioze, edhe u qujt aty që u bëm deklaratë për shtyp, edhe i tham shqiptarëve se gjendja midis euros dhe lekut është e mirë.